Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e Engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ju ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri, E banoi ndër ne. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëvt vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues të Radio Maris, po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është festa e Shën Maria Magdalen. O hy më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Mbreti fort hyj vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis me ngjesin dhe me zjarr shkëlqen mes ditën. Shuaj flaket e shamatave, flake zjarin e dëmprurzve, je po trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe ti birë baraz me Atin, bashk me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Pranoj o Zot shërbëtorin tënd sipas dashurisë sate. Psalmi 119, pjesa e 16 e psalmit. Veprova me drejtësi e me të drejtë, mos më dorëzo të shpifësit e mi. Hyr dorëzan për të mirën e shërbëtorit tënd, që të mos më shpifen krenarët. Syt po më shteren prej dëshirës së shëlbimit tënd,
dhe të fjalës së drejtësisë sate. Bëj me shërbëtorin tënd sipas dashurisë sate dhe mi mëso rregulloret e tua. Unë jam shërbëtori yt, më jep kuptim ti njoh dëshmitë tua. Koha është të dëftohesh o Zot, se e prishën ligjin tënd. Ose i dua urdhrimet e tua, më tepër se arin se gurin e çmueshëm. Ndërkohë ti mbaj urdhrimet e tua të gjitha, e ju rrej çdo udhë gënjeshtre. Lavdjatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Pranoj o Zot shërbëtorin tënd sipas dashurisë sate. Antifona e dytë. Shikojeni Zotin e do të ndriqoheni. Psalmi 34. Pjesa e parë e psalmit. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi i tij. Shpirti im burret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më shliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë do të ndriqoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnore thiri në ndim e Zoti e dëgjoi, dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngreh llokore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti. I lumja ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin ju shenjtërit e tij, su mungon gjatë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shikojeni Zotin e do të ndriqoheni. Antifona e tretë. Zoti është afër atyre që janë me zemër të coptuar. Pjesa e dytë e psalmit 34. Ejani o bie më dëgjoni, do t'ju mësoj frikën e Zotit. A e dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditë të shumta për të gëzuar të mirat? Rrudhe gjuhën tënde prej së keqës, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqës e bëj të mirën, e kërkoje paqen e ndiq atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtat, veshët e tij u dëgjojnë ofshamat. Fytyra e Zotit është kundër keqbërësve, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjatë atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt përgrirët. Sa do të vështira të ketë i drejti, prej të gjitha do ta shpëtoj Zoti. Zoti ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do të thyhet. E keqja vet do ta vras bakeqin, e do ta paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërbëtorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdjatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti është afër atyre që janë me zemër të coptuar. Leximi i shkurtër i orës së 6. Krahaso letrën e parë drejtuar Korintasve kapitulli 9, rreshtat 26 deri në 27. Unë ashtu vrapoj, jo si pa qëllim. Ashtu grushtoj, jo si të gjuaja ajrin, por e marr me të keq trupin tim dhe mbaj në sundim që duke u pas përdikuar të tjerve, të mos jem i përjashtuar vet. Lum njeriu që ti e mëson, o Zot, Dhe drejton në ligjet e tua. të lutemi. O hyj gjithë pushtetshëm dhe jam shuar Jezu Krishti, biri yt ja besoi Maris Magdalen ta kumtoje para gëzimin e Pashkëve. Bëj që dhe ne me ndihmën e shembullin e saj ta shpallim Krishtin e ngjallur e një ditë ta kundrojmë në lavdin tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.